Rita, përshëndetemi sërish të bashku, vjojmë të transmetimin e drejt për drejt në Report Televizion, dhe të jemi me hapësirën informative të orës 11 dhe në të pari, mjaret kryesore deri tani. Sot duke nisur nga ora 11:30 dalin para gjykatës të Sarandës 11 arrestuarit pas vrasjes së turistit portugez të martën në Ksamil. Mes tyre, i dyshuari kryesor Sokrat Vata, ndërsa bashkëpunëtori i tij në vrasje David Gjana dhe pronari i kompleksit luksos Principote zvijojnë të jenë në Arati. 9 vatra zjarri vjojnë të jenë aktive në vend. Ndërhyrjet ajrore janë përqendruar në Dukat të Vlorës. Sot kanë mbritur 2 avion Air Tractor. Aktualisht nuk ka rrezik për banesa. Në Puk, zjarr fiksit janë përqendruar në Gojan të vogël dhe në Prozhemp, situata paraqitet e qetë. Mungesë serioze dhe shmangje nga rregullat e protokollit e ka konsideruar Ministria e Jashtme Shqiptare mos ekzekutimin e himnit kombëtar të Shqipërisë gjatë një aktiviteti mbrëmjen e së njëjtës në Pustet, ku mori pjesë edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Kristian Mickovski, dhe kreu i Bashkisë së Pustetit, Pali Kolevski. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se vendi do të shkojë në zgjedhjet parakohshme më 18 ose 25 tetor. Vendimi vjen pas një periudhe gjatë protestash masive kundër qeverisë. Zgjedhjet e rregullta ishin parashikuar në dhjetor të vitit 2027. Presidenti Amerikan deklaroi se SBA-t e kanë zhdukur Iranin gjatë një interviste radiofonike me ish avokatin e tij Michael Cohen. Sipas presidentit Trump, kapacitetet ushtarake të Teheranit janë shkatruar dhe SBA-t së shpejti do të kenë kontroll të plot mbi ngushticën e Hormuzit.